Të nderuar miq, do të flasim për protestën sonte është nata e 25, do të flasim për disa incidente që ndodhen në mbrëmjen e djeshme, por edhe për një datë që kanë vendosur protestuesit, e cila është data 4 korrik për rikthimin e dytë të diasporës në Tiranë, një datë ndoshta që nuk është vendosur pa qëllim, për shkak se ka dy simbolika. Së pari është ditëlindja e liderit të Partisë Socialiste dhe udhëheqësit të qeverisë Edi Rama, dhe së dyti është ditëlindja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kemi shumë mesazhe në fillim të korrikut, por përpara se të shkojmë atje, do të diskutojmë me mikun e emisionit ton, Zaçe Islami, si do mbyllet qershori. Avokat, të përshëndes dhe të falenderoj. Edhe unë të falenderoj për ftesën, të përshëndes me shumë ngrohtësi dhe dashuri prindërore, dhe të falenderoj për këtë punë të palodhur që bën ti, por që pak a shumë ndikoj dhe unë të ndihmoj në punën. Jashtëzakonisht shumë, edhe jeni një fuqi e madhe dhe kjo duket, avokat, nga mesazhet dhe nga komentet, sikur e kam theksuar dhe më parë, sidomos nga diaspora edhe veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që ju sjellët përgëzimet e tyre nëpërmjet mesazheve që ata kanë shprehur. Ju besoj keni lexuar edhe vetë, por duke qenë se jeni shumë i zënë këto kohë, me aktivitetin, me protestën, por edhe me punët tuaja, me gjyqjet, seancat nga njëri qytet në tjetrin. Shumë e vërtetë është. Unë në radhë të parë ju kërkoj ndjes juve dhe shikuesve tuaj, sepse shpesh herë u bas durimin, ngrat zërin, bërtas, po ajo që ta dini ju, i nderuar gazetarë që u bëfshin 100 vjeç, dhe të gjithë dashamirësit tanë që na ndjekin nga ekrani juaj, është një revoltë e brendshme, nuk është artificiale, nuk e komandoj dot veten. Dhe në këtë pikë ju kërkoj ndjes që të gjithë qytetarëve, se ndoshta i mërzit. Kjo është më natyrale, avokat, se sa tjetë e planifikuar me qetësi, me lapse me letër, se kjo është më natyrale. Që dot me lapse me letër, unë prandaj nuk shkruaj, po flas. I nderuar gazetar, unë personalisht jam i piketuar dhe i stigmatizuar nga ambasada e Çifutistanit në Shqipëri. Ambasadorja Çifute gënjeu, do ta filloj nga kjo, sepse këtu buron i gjithë tmerri që po heq sot populli shqiptar dhe kombë shqiptar. Shkaktar është shteti izraelit. Avokat, po ai është zbehur si pist shumë nga fillimi, tani po merren me Ramën, duan tik ai, e kanë harruar fare këtë, edhe Zvernecin, edhe plazhin, domethënë pikërisht ai është dhe objektivi i kësaj proteste, që të mos flitet për Izraelin, dhe unë do të argumentoj këtë, të mos flitet për Çifutistanin. Zotëri, unë dje mbas dite isha ulur tek ai rrethi që kanë ata aty kur i dhe ky kolegu juaj i VIP magazin, në më djathtas, aty isha ullur në karike bashkë me një mikun tim. Vjen një, si që mësova emrin më mbrapa, një bandit, super bandit, agenti shumë fytyrave edhe spionazheve, shërbimeve sekrete, edhe më thot, ti thot greu nuk do të rish këtu. Isha do të riku që ti. Pra, avokat, ju pas keni qenë ai që u lakuan media që pati një incident për shkak të karrikës, ishte ulur një person dhe nuk ngrihej? Po, unë. Po çfarë ulët aty? Ulët me qëllim, ishte lirë, pa qëllim të keq? Atë janë ulur, bën ato karrike dhe rrin, kush ka qef të rri, kush ka mundësi të rri, kush gjen vend të lirë. E para, e dyta, të vinë të ky zotëria, që si zotëri që është një lumi, dhe them, ku që ti më zotëri, çfarë punë ke me mua ti? Greu thotë ti nuk duhet të jesh këtu. Unë nuk duhet të jem këtu, pse çfarë ke ti me mua, i thash. Tha, po them greu, tha, dhe mos e zgjat më dhe u vërthuj që të më rëmbente telefonin nga duart. Ndërkohë, erdhen
rrethuan ata një 18 veta që kishin me veten ata me bluzat zezat, të cilët i kemi filmuar, i kemi identifikuar, i dim se cilët janë, mirë po ata janë të mbrojtur nga shteti Çifutistanit dhe nga ky spiuni Çifutistanit, Çifuti shqiptar Edi Rama. Po, tani dalim aty dolëm tek fakti që pastaj Rama ka protestën avokat. Po pse sot e keni marrë vesh që atje komandojnë njerëzit e Edi Ramës? Ai duket sikur se kanë kontroll protestën avokat. 100% në kontroll, zotëri. E dikur nuk do ta kishin kontroll? Jo, unë jam në një moshë që jam në gjendje të vlerësoj gjërat dhe aq më tepër që kam dhe formimin e duhur. Aty zotëri janë rreth 80 deri në 100 vet agent, spion, nga këta që janë të palestruar në mënyrë perfekte, djem të fuqishëm, që nuk u bën dot ball, jo një mosha ime, por nuk u bën dot ball edhe një djalë i ri i cili sado i fuqishëm që të jetë. Po çfarë që do të arri Rama me këtë atëherë avokat? Nëse e ka të kontrolluar atë, pse po i rrin poshtë aty, duke u kthyer në lajm botror? Se njerëzit që kanë marrë vesh që me këtë mënyrë që po protestojnë dhe me këtë protest pa kokë, pa bisht, nuk kanë për të arritur asgjë. Deri tani është një protest që për të thënë botës që janë neve protestojnë dhe ai u thot botës me këtë rast i lë atje, të rinë atje, dhe thot ja shikoni, unë si pengoj, duan protestojnë dhe protestojnë. Pra bjeni një matarasu, thot njerëzve atje ai. Zotëri, ai nuk ikën në këtë mënyrë që doan këta ta heqin. Ai ikën me mënyrën që ka thënë Gramosoluçi i lidhur me marrjen dhe dorëzimin me mbrojtjen e pushtetit. Gramosoluçi ka deklaruar, e keni në media, po deshe t'ua dërgoj, thot kështu, pushteti buron nga gryka e pushkës dhe mbrohet me grykën e pushkës. Pra, detyrimisht dhe direkt, drejt për së drejti, na thonë që ne pushtetin nuk e dorëzojmë, do ta mbrojmë me luftë. Pra, objektivi ishte që ky të acarojë sa më shumë popullin, sa më shumë njerëzit, me qëllim që të kalojmë në një luftë civile si ajo vitit 1997. Dhe kjo me frymëzimin dhe nxitjen direkte të Çifutistanit. Po çfarë do fitonte Rama me këtë luftë? Rama me këtë luftë do fitojë pozicion, domethënë qendrim të përjetshëm në atë karrike ku është dhe shitje të gjysmës së trojve të Shqipërisë. Këtë do fitojë Rama. Qa do fitojnë shqiptarët? Shqiptarët fitojnë të zezën e madhe që i ka zënë që nuk po unifikohen dhe nuk po ngrihen që ta mbytin qoftë edhe me pështymë. Atë fytyrë të poshtë. Por nuk është vetëm data 4 tani. Në datë 4 korrik vjen diaspora. Besoj e dëgjuar. Prap do bëhet një vrim në ujë. Jemi këtu, mbaj videon, do ta transmetosh prap në datën 4 korrik. Asnjë gjë nuk do bëhet. Po pse i kanë marrë pesimist, sepse tek protesta e parë e diasporës të shtunën, duket sikur dhe qeveria, kryeministri nuk është se e anashkaloje, i dha çik rëndësisë, jo futi Albin Kurti, pastaj Kosova, Tetova, skenaret. Ai atë punë bën gjithë jetën, ai deri tani ka deklaruar për 100 armiqe, 100 spionazhe, por nuk ka denoncuar asnjërin. Pra, ai bën propagandë të pështirë për të mbajtur të grumbulluar në vetet ata patronazistët që ka. Problemi është këtu se më ndërhyre dhe më ndrove drejtimin e mendimit. Po, riktheuni aty ku e la. Problemi është që Shqipërinë e kanë rrethuar të gjithë armiq, të gjithë gjarpërinjt e më helmues të botës. Me Çifutistan, me Serbistan, me Yunanistan, që është greku, e të gjithë armiqtë e tjerë të botës. Nuk po ndjen me grekët, domethënë, u sfumua e që në fillim fare. Kush ta tha? Kështu mendon? Kanë qyrë dorë? S'kemi dëgjuar gjë më për ta, prandaj. Po se kanë vënd, ka dalë Çifutistani në krye tani. Ajo ambasadorja Çifute.
që gënjeu në mënyrë të paskrupullt dhe që provokoi, të lutem. Po se do të edhe vetë vendosin këtu prandaj sepse more se nëse ka shqiptar janë. Ajo ambasadorja Çipute deklaroi paturpsisht, gënjeu, mashtroi opinionin publik botëror, sepse doli në media dhe tha që shqiptarët erdhën dhe na hoqën flamurin e ambasadës. Videot që kemi në dorë tregojnë qartësisht që personi, femra që ka dalë nga dera ambasadës, ka shkuar te shtyllës flamurit, ka ulur flamurin, ka hequr flamurin dhe pastaj futur prapë brenda në ambasadë e demaskon 100% atë zonjë atë Çiputen, që ajo duhet të qërohet një orë përpara nga vendi shqiptar, nga terreni shqiptar. Por unë do të denoncoj edhe një fakt tjetër, i cili ndoshta duket i parëndësishëm, por kemi ardhur në një kohë dhe në një periudhë që do t'i vlerësojmë të tëra. Dje, mbasi mbarova atë intervistën me ju, se ishte mbas dite, shkoj për të hyrë në shtëpi dhe në shesh pushimin e shkallës, gjej një të huaj, i cili më tregon në telefon, e pas që më filmonte, po se prish punë, se prish televizion, se unë i njohur jam, nuk kam që fshihem. Dhe më pyeti gjatë me kush rruga Reshit Çollaku, a e di të rrugën Reshit Çollaku, sa aty kësh kaluar. I thash, qa komisi e keni ju? Izrael, tha. Dhe këtë e kuptova nga ca tatuazhe që kishte bërë me gërma hebraike këtu në qafë. Prandaj u detyrua ta pranonte. Të vi ai burr rreth 30 vjeç të pyesi mua të prisje në shesh pushimin, se më prisje atje, nuk është se erdhi hyri dhe kontaktoi me mua, më prisje atje. Megjithatë edhe të bëjnë si të duan. Unë jam i parë matos, unë jam i parë, unë jam pa njeri fare në kuptimin e mbrojtjes trupore. Kur të duan mund të marrëzojnë dash Çifutistani, në dash Ramstani, Ramovici, që e që duash atë Çifutin shqiptar që qeverin Shqipërinë. Pra, këto janë provokime të jashtëzakonshme edhe të njëpasnjëshme, sepse fill mbas provokimit të atij Çifutit në sheshin e protestës, kur isha ulur si gjithë njerëzit e tjerë, erdhën dhe më agresuan sa deshën të mbinin telefonin, më nxorën zvarr me gjithë karrike, sepse unë nuk lëvizja nga vendi. Provokime të jashtëzakonshme. Tani lind një pyetje, jo për ju, po lind pyetje logjike për të gjithë shqiptarët, cili që dëmi që i bëron protestës duke ndënjur në karrike atje brenda. Po, pastaj e zgjidhet me organizatorët e protestës? Jo. Nuk e zgjidhet. Kundërti, më thot, kontaktoj që më mësoj emrin e atij, më thot Andi Tepelena, shiko, a ishtë në quhet i lirë, thotë këtu me trupën tonë, thotë, mos kush jeni ju, thash, kë përfaqësoni. Mos do prezantojeni apo jo, thash, sot unë jam avokat dhe kam drejt të kërkoj nga ju si qytetar shqiptar të më thoni kë përfaqësoni, kush jeni. Jemi forumin që drejtojmë këtë, tha edhe kaq edhe ikum ktheu kratë. Vetë kontaktoj. Ky është problemi të cilin unë do ta denoncoj sot jam i detyruar. I lidhur me me këtë Dritan Goxhaj. Po Dritani ka pas reagime kryeministri disa. Kanë reaguar dhe... Nuk më interesojnë ato. Ato reagimet e kryeministrit janë për të thënë që shqiptarëve që ky është kundër meje. Në fakt është i Dritan Goxhaj shërbeka ekskluzivisht kryeministrit. Po jo avokat, s'mund ta themi këtë sepse ai... E them unë dhe të dalë të më thotë jo. E them unë dhe të dalë të më thotë jo. Avokat, ai në të paktën këto 2 vite të lutem, që edhe një, unë jam burri i fjalës dhe i tavolinës. Të dalë të më thotë që si të vërtet kjo që thua ti Zati Islami. Dhe do të japun përgjigjen. Atje dhe tyja. Tani ta mbaroj fjalën. Ku e shikoni? Ta mbaroj, mos më pre. Se ndërhyrjet më pa mbaruar fjalën unë, po të që mos ndërhyj, se i harroj që të thon pastaj. Jemi tek Dritani. Shkoj dhe i them se ai e komandonte gjithë atë zonën aty, edhe ata banditit që kanë atje një 50 veta, i them Dritan, këtë
Ky Iliri thash si e ka mbi emrin, se ç'pun këti me atë më tha mua. Dritani thash, po unë jam zaça, nuk jam sa më dumu për ty thash. Më thuaj, si e quajnë ata, është njeriu im, i tha. Çfarë thej thash? Është njeriu im, tha. Po i thash më agresoi më bëri kështu. Mos rish aty, tha, i ka ndej, tha. Edhe ti më thua kështu, i thash, po tha, ti mos u duk, tha. U prezantuam bashkë Dritani, thash. I nderuar gazetar. Dje, në intervistën e djeshme, kthej në Gjerim Brapsh dhe shikoja, kam thënë, nuk flas për Dritani sepse kam konflikt interesi se është njeriu im. Po. Pa u bër 3 orë, 4 orë mbas intervistës që bëm bashk, Dritani më kthen kurrizin, më tregon forcën dhe më thot, aty s'ke punë, aty jemi neve. Po mos ka qenë në një moment edhe tensioni aty, situata. Këto hamendësimet që bën ti nuk shërbejnë as dialogut as çështjes. Mos të vi keq. Jo zotëri, ai shërben Edi Ramës direkt dhe ata nuk lejojnë të dalë asnjë zë kundër Edi Ramës aty. Asnjë zë kundër Çifutistanit. Asnjë zë kundër, të lutem. Ai thot asnjë zë kundër provokacionit që bëri ajo Çifutja e Izraelit aty në Shqipëri. Avokat, Rama thot që Goxha, Dritani, është zëdhënës i Iranit. Tani si që ata kanë ja 2 ditë, nuk po lënë çdo orë pa bërë postime kundër tij. Tani po fute këto idiotizma edhe muhabete kafeneç të Ramovicit në biseda edhe në intervista nuk ka më karakter serios. Zotëri, mësoni një gjë. Për ta mbrojtur armikun, fillon dhe e vlerëson e sulmon jashtëzakonisht shumë, për të thënë që shqiptarëve që shiko se ky është armiku im. Në fakt ai po i shërben Edi Ramës, me atë grup të strukturuar kriminal që ka futur atje te mikrofoni dhe nuk lejon asnjë zë shqiptar që të flas kundër Çifutistanit, kundër Edi Ramës, kundër grabitjes së trojeve shqiptare të Vlorës deri në Fier. Avokat, mbrëm Goxha tek NTV-ja dha një intervistë të parën pas anatemimit dhe sulmeve, mund të themi, nga qeveria. Edhe tha që unë nuk kam lidhje fare tha me protestën, nuk jam as organizator, nuk jam as antar të i grupit aty, koordinues, i grupit koordinues, nuk kam as të drejtë vote te grupi koordinues, ta mua më thanë, lexo 5 pikat që janë të shkruar, edhe unë lexova, tha, po nuk kam lidhje fare. Pastaj tha edhe për Ramën, që Rama tha është peng i vendimeve të veta dhe atyre që u ka dhënë fjalën. Kurse për Kosovën, për atë të lutem. Lidhur me qëndrimin e tij në Kosovë do më vonë. Se lajmet na vinë dhe ande. Dhe këtu është luftë për jetë vdekje midis komunistëve dhe nacionalistëve shqiptarë. Dhe përfaqësuesi tipik i denj i komunistëve shqiptarë në këtë rast është Dritan Goxhaj. Dhe të ketë turp që thotë nuk kam asnjë lidhje sepse kemi videot që ai Hysmeqiu i gjithë asaj, i gjithë atij rrethi atje. Nuk i vjen turp që gënjen kështu, po shqiptarët i kanë sytë të ballë. Apo mendon se me që është një televizion publik dhe e shikojnë shqiptarët do besojnë atë. Jo zotëri, na besojnë dhe neve. Dhe unë i hetë dorashkën Dilaver Goxhaj të vijë të bëj debat me mua. Ka këndje, ka murëri të vijë. Unë jam për dialog me Dilaverin, me Dilaverin dhe të më falë i ati, jam për dialog me Dritanin dhe me këdo Dritan tjetër që del dhe mbron mban atë rreth banditësh atje që nuk lejojnë asnjë zë shqiptar, asnjë zë advetar të flasin dhe të thotë të vërtetën. Zotëri, e vërteta është jemi të pushtuar. Kush ka sy në ballë ka parë. Kush është qort dhe të mbetet qort. Avokat, puna është këtu tani që Dritanin duket sikur po e ngarkojnë më shumë se ç'duhet. Sepse ai thotë unë s'kam lidhje fare me këta. Me t'jem antar me të drejtë vote apo t'jem pjesë e grupit koordinuar. Unë më thanë lexoj një deklaratë, unë e lexova. Po,
këto mi the. Po. Tani ti cilën beson, ato që thot Artani apo ato që Dritani apo ato që të shef syri? Pyetje bëra. Mund të ketë version tjetër. Unë thjesht po sjell qëndrimet, sepse aty për momentin Unë të pyes, dale se bëjmë dialog. Po, të vërtetë. Dhe je i detyruar të përgjigjesh dhe pyetjeve të mia. Kë beson zotëri? Kë beson? Atë që dëgjon nga goja e Dritanit apo atë videon që shikon se si sillet Dritani brenda atij rrethit kusht mikrofoni? Kë beson, më thuaj? Unë them këtë avokat që të vërtetë absolute nuk ka. Ti mos i bën bisedë se unë nuk jam në ata që më shkon peshkun në va. Edhe një ta bra pyetjen konkrete. Po. Kë beson, atë që shikon me sy apo atë që thot ai? Po. Jo, avokat, unë mendoj kështu që ai nuk ka pse ta mohonte nëse nuk do ishte e vërtetë. Thoshte E kuptoj që s'ke përgjigje fal pozicionit që ke dhe të mirë kuptoj. Të mirë kuptoj. Por të këshilloj që kur është puna për të dalë vetvetja, të dalësh vetvetja. Këtë mos e harro. Qoftë edhe sikur të kesh kosto shumë të lartë. Unë këtë kosto e kam paguar që në 99-ën kur filluan bombardimet e Serbisë në Kosovë. Ju e dini që unë s'kam në interes paktën as për njërin part as për tjetrën në rast. Jo, derisa nuk më përgjigjet edhe nuk më thua kë beson ato që shikon në rrethin e banditëve atje apo ato që thon Dritan Goxhai, nuk më ke thënë gjë. Si e përgjigjur. Dëgjoj, unë jam konkret, ora unë dhe me fëmijët e mi, unë them këtu, më jep përgjigje për këtë që të them. Unë në dialog jam fare i hapur, po jam dhe shumë këmbgulës në të vërtetën dhe në drejtën. Nuk më dhe përgjigje lidhur me qëndrimin tënd ka shefi. Atëherë unë doja përgjigjen që ju më dha di avokat, që shiko për konflikt interesi unë nuk po përgjigjem atëherë. Jemi në rregull. Tani po. Të justifikoj dhe të mirë kuptoj dhe ta thash pak më përpara të thash që për pozicionin që ke thash, nuk të... Ashtu do të japë si që kemi thënë këto deri tani këto fjalë. Po. Tani, po ju e dini avokat që unë nuk bëj prerje. Bravo. Tani, jemi tek situata në Shqipëri. Situata e Shqipëria të shqitur, zotëri. U plasi bomba tjetër dje në Kakome, sepse edhe ata u zgjuan, u trimëruan, si të thuash, sepse janë personi që në vitin 1998 apo 97, kur u bë, nuk e di kur u bë, ajo rrethimi Kakomes që u përplasën me Fatosnanun e tjera, kam shoqëruar në protest para zyrave të OSB-s në Athinë banorët e Shën Vasilit dhe të Nivic Bubarit. Kam qenë me ta bashkë në protest, zotëri. Po pse na dolën grek ata? Jo, ata nuk dalën grek, po ata thonë është toka jonë, ç'pun ka pse do t'i bën, është bregdeti jonë, thonë. Çem grek ata. Çdo në Greqia kanë fjalën. Po ata emigrantët e Shën Vasilit dhe emigrantët e Shën Vasis ose Shën Vasilit dhe të Nivic Bubarit që jetonin në Athinë, u grumbulluan, u organizuan dhe vajtë me bën protest para zyrave të OSB-s në Athinë. Se u protestat i kam filluar me kohë për ata që se din. Kam protestuar në mars të 98-s me rreth 300 shqiptar, kemi vajtur para ambasadës, ish ambasadës Jugoslave në Athinë dhe kemi protestuar gati një orë. I kam filmuar vetë ngjarjet edhe protestën, duke qenë i shoqëruar edhe nga familjarët të mit. Pra, unë nuk jam tërhequr ndonjëherë protestave dhe luftës për të drejtën dhe për mbrojtjen e trojeve dhe të vendit tim. Sikurse e dini shumë mirë që grekëve u kam thënë në televizion të tyre që ju s'keni punë në Shqipërinë e Jugut. Ne kufirin me ju e kemi deri te tregurët e zez. Ju keni bërë genocid në Qamëri. Jam i vetmi që kam thënë zotëri, po media shqiptare e shitur kokë e këmbë te Sali Berisha dhe Edi Rama, të cilit që të dy i shërbejnë interesave greke për hir të karrikës dhe pas të faqen e zez në breza në jetëve Sali Berisha me gjithë pasardhësit e tij për këtë tradhti që na ka bërë. Pra, zotëri, unë jam advetar dhe nuk jam as i bler, as i shitur. Nuk është, domethënë avokat për hir të vërtetës edhe nga gjitha bisedat që ne kemi zhvilluar bashkë, nuk kam lexuar një koment që kundër mund të ketë pasur dhe ka, dhe do ketë, po që t'ju akuzojnë për tradhti nuk kam dëgjuar ndonjëherë domethënë.
kanë dalë ca patronazista aty, janë një 3-4 që kanë konflikt interesi, jo konflikt interesi, po kanë inat se kanë humbur gjyqin në progonat të Pelenës dhe dalën me pseudonime të ndryshme. Nëse janë të identifikuar, atëherë këta qëllimi që ka i qartë përse vjen, domethënë. Po unë flas për masën. Jo, unë di se një nga ata është në ndjekje, jo në ndjekje penale, është marrë pandehur nga gjykata Gjirokastër. Njëri prej tyre, s'po i bëj nder që t'ja zë emrin gojë se dy gojë. Ne keni fjalën për konfliktin që ne kemi folur. Po. Dhe pamjet atje flasen vetë vendimi i gjykatës i thot gjërat qartësisht. Avokat, tani si do mbyllet kjo punë, vetvendosja UÇK-ja këtu, më the të thash, do kemi në armik tjetër që do na dalë së shpejti apo do mbyllet me këta? Armik UÇK-ja? Jo UÇK-ja, vetvendosja. Jo, do të rinë, që ka armik të komit të shqiptarëve të Kosovës, janë pikërisht krerët e UÇK-s që kanë bërë luftë civile dhe kanë vrarë luftëtarë dhe kuadro kolona të mëdha të LDK-s. Jo, e kisha vend tjetër avokat, se e kemi bërë bisedë, po këtu në Tiranë flitet nga mazhoranca në mënyrë direkte apo indirekte, madje Ulsi Maja tha që Albin Kurti duhet dalë edhe thot të distancohet që ne nuk kemi pas. Ai vetvendosjes atje në Verdugolli tha, shiko tha, ne tha nuk kemi të organizuar që mund kemi ardhur, por në mënyrë individuale ka njerëz që kanë ardhur në Tiranë. Patjetër, dhe se drejtë e tyre. Do t'ua heqi atë të drejtë Hulusaqi, ai Mekroshi, ai Torimiu, ai do t'ua heqi atë të drejtë. Jo, mor zotri, po është i vogël ai për të hequr të drejtë atyre. Kurse kreu i veteranëve të UÇK-s, Hysni Bucati, në një bisedë që pat atje, tha që nuk është mirë, nuk është burrërore që shqiptarët e Kosovës të vinë protestojnë në Tiranë. Pas kanë paguar mirë atë. Jo çdo qendrim mund paguat. Ai mendon, tha që ata që kanë të pasaportë shqiptare, pra që kanë të drejtë vote në Shqipëri, ata do mund vinë protestojnë, kurse ata që s'kanë pasaportë, nuk kanë të drejtë vote, nuk kanë pse të protestojnë kundër një pushteti që nuk kanë mundësi për ta rrëzuar apo për ta vendosur pushtetin me votë. Zotri, përse vajti shqiptar nga Shqipëria në Kosovë? Po, edhe këtë përgjigja e malla, nëse do ishit lufta, ardha do ishte justifikuar. Ju nuk është jeni. Po pse nuk jemi, po çe jemi, nuk kemi luftë protesta, a nuk është luftë? Me mjete paqësore. Po, paqësore, po s'është ne jemi të pushtuar nga ndonjëherë. Jo, luftë është. Jo më është luftë, po është luftë pa armë. Që mund të precipitojnë në luftë me armë nëse pasesën nëse këta vazhdojnë me këtë forci. Se këta atë duan që ta çojnë popullin shqiptar në vllavrasje. Këta me urdhër të Çifutistanit, që Çifutistani pasaj të vijë të sjellë 100.000 kolon në Vlorë, në Zbërnec dhe në Darzez, do që me çdo kusht të futet me luftë. Dhe si kurse tha ai japonezi që ta kam dërguar intervistën, që futët nëse shikojnë që nuk vinë dot me paqe, do vinë me luftë në Vlorë. Avokat, lutem edhe diçka, ne do flasim prapë në ditën vazhdim, me kismet Zotit, por data ka të korrekt tani. Ata më duket se po i përgatisin Ramës surprizën për ditëlindje, mos do ta largojnë gjë apo do ja hedh edhe këtë radhë lumi? Mund të më pyesje për këtë çështje nëse unë do isha pjesë e tyre. Nuk e di që kanë vendosur, ata erdhen dhe një vrim nuj bën diaspora, këtu asnjë gjë nuk bën. Sepse u përballën në mënyrë më agresive të mundshme nga ata banditët që ka Dritan Goxhaj me atë si e ka ky Progni. Po mos ndoshta data 4 mund të jetë edhe mos na vinë ambasadori amerikan ato ditë në korrik në Ambasadori dhe të vijë dhe të jap shpjegime për qëndrimin amerikan i lidhur me çështjen e shitjeve të pronave tek presidenti i tij, tek Donald Trump. Donald Trump nuk ka asnjë të drejtë të dërgojë segmente e tij këtu të blejë toka shqiptare. Sepse Sarzan e Karaborun tha do t'i marrë se s'është punë, janë vatanet e mia, thot Ismail Qemali, thot kënga. Zotri, ta mbledhin mirë mendjen cili do që të vijë dhe në Amerika. Ore ne kemi qenë një grush mizash dhe kemi luftuar, kemi vdekur natyrisht jemi vrarë.
sepse lufta të vret, në luftë ka humbës edhe fitues. Ne s'kemi fituar ndonjëherë, po s'kemi lur kokën. Kemi luftuar deri te i fundit. Dhe prapë do luftojmë. Dhe qoftë edhe sikur të shuhemi. Avokat, lutem edhe diçka. Dini gjë ku është presidenti jon? Në Uzbekistan, andej. Nuk ka ardhur. Vete edhe luan Pesagurthi, themi ne kur ishim të vegjël me Pesgur, Turk TV. Qarë burri, qarë burse është ai, po qarë vemi është ai. Po ndoshta mos do të lini kështu në distancë, ai mos dërhyj te kjo. Mos ka konflikt interesi. Ai do të ushtrojë detyrimin e tij kur kushtetues, përse e kemi? Avokat, mos ka konflikt interesi si unë edhe ai që ndoshta nuk do. Të falenderoj shumë, avokat. Ishte bisedë shumë e këndshme, një bisedë e lirë për këto zhvillime. Uroj që të vazhdojnë të jenë paqësore. Të falenderoj, avokat. Edhe unë të falenderoj ty, të uroj një ditë të mirë, edhe mirë u takoshim në biseda tjera. Faleminderit ju.